U rikthyem përsëri këtu në studio, tani është koha që të bashkëbisedojmë me të ftuarën tonë të parë. Nuk do të largohemi shumë nga teatri, drama e gjitha këto, sepse edhe ftuara e parë është këtu në Kosovë për këtë arsye. Më shumë në detaj, në fakt, do të na tregojë edhe vetë Liza. Liza, mirë se erdhe, dashur. Përshëndetje, mirësi u gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi për mua të jem sot këtu, të ndajmë besoj një bisedë të këndshme së bashku. Faleminderit për ftesën. Tani na trego pak për gjithë shikuesit, sepse unë e ceka se ti je këtu në Kosovë për këtë arsye, për dramën, për teatrin, për filmin, je këtu duke studiu. Po, atëherë unë ka thuajse 2 vite që jam vendosur në Prishtinë, po kryej një fakultet të dytë për dramaturgji dhe skenar filmi, duke qenë se në Akademinë e Arteve në Tiranë nuk ekziston akoma si deg. Dhe duke qenë se jeta ime ka qenë e lidhur ngushtë me letërsinë, me artin në përgjithësi, por me artin e të shkruarit, pra me artin e mendimit, dhe për këtë arsye vendosa të lëviz për të bërë një fakultet të dytë për dramaturgji dhe skenar filmi. Tani ja kthehemi pak në kohë që të njohim ty pak më shumë kështu në detaje dhe që kur ti ke vrejt që ki një lidhje dhe një dashuri të madhe për artin, letërsinë kryesisht. Mendoj që lidhja ime me letërsinë ka qenë që në kohën kur unë kam filluar të lexoj. Është shumë e hershme që nga fëmijëria ime kam patur një pasion për të shprehur mendimet e mia në letër. Tek proza, tek poezia, tek tregimet, akoma nuk kam botuar një roman ndoshta në një kohë të më vonshme, por momentalisht jam e lidhur me dramaturgjinë dhe me skenarin e filmit, duke qenë se jam e angazhuar në fakultet dhe nuk e di nëse botimi i arshëm që do jetë me drama. Kam botuar një libër me poezi në vitin 2021 dhe libri i fundit që ka dalë tani në Panairin e Nëntorit në Tiranë është me tregime, titullohet Vdekja e kukulles. Është një libër i shkruar, po them, në një periudhë gjatë kohore nga viti 2018 deri në vitin 2025, praktikisht ka 11 tregime. Dhe pas 2 ditësh do kemi një promovim në Prishtinë tek librari Dukagjini. Besoj dhe aty do jetë një aktivitet e këndshëm, do kemi mundësinë të flasim për letërsinë, të flasim për librin, të flasim për të rinjtë të cilët i përkushtohen kësaj traditës së të shkruarit shqip, po them. Duke qenë se letërsia shqipe, si të thuash, sidomos këto kohë, duket sikur është lënë pak më njanë, qoftë nga teknologjia, qoftë nga fakti që mendojmë se letërsia e huaj ka më shumë përparësi, e njëjta gjë siç ndodh edhe me dramën, praktikisht teatri kombëtar në Shqipëri pak më shumë, po ndoshta edhe këtu funksionon thuajse njësoj, i jepet përparësi dramës së huaj dhe letërsisë së huaj më shumë se sa asaj shqipe. Po, për çfarë bëhet fjalë në këtë libër? A mund të kemi pak më shumë detaje, sepse e the që pas disa muajve ti po e sjell në Prishtinë, ani pse ka kohë gjatë që ti je këtu? Në vitin e kaluar doli si botim në nëntor të vitit 2025. U përzgjodh si një ndër librat fitues të Qendrës Kombëtare të Librit dhe të Leximit për autorë të rinj. Praktikisht ka një libër i cili është përfunduar, po them, tregimi i fundit të shkruar në 2025, por më është dashur një kohë pak e gjatë për ta ndarë mendjen nëse duhet këtë libër ta sjell tek lexuesi apo jo. Dhe si përfundim, duke qenë se u zgjodh si një ndër librat fitues, thash, okay, nuk po bëhem egoiste, nuk po e mbaj vetëm për vete idenë të shkruarit dhe të paturit librin, por vendosa ta botoj, si thuash, vendosa ta ndaj me të tjerat. Është një libër ku të cilët tematikat janë të ndryshme, ka nga të gjitha tregimet, vdekja e kukulles si një simbol i një vajze e cila rritet dhe kur kalon nga fëmijëria drejt adoleshencës dhe maturimit, është ai zëri i brendshëm që ne e humbasim. Si të thuash, sa herë që na duhet të ecim dhe të arrijmë diçka, ne kemi lënë diçka të bukur nga fëmijëria jonë. Dhe kjo është një simbol i asaj që çdo vajzë e cila rritet, çdo vajzë e cila do të ecë në karrierë të bëjë diçka më bukur, nëse kthehet mbrapa dhe shikon, ajo ka hequr dorë nga një pasion i fëmijërisë, ka hequr dorë nga diçka tjetër dhe fatkeqësisht ka njerëz që ky zëri i brendshëm
nuk ju flet më, ju përshpërit, pastaj nuk ju flet më. E njëjta histori është pak a shumë edhe me vajzën e cila ekziston si një personazh tipik tek vdekja e kukullës. Tani komentet e para ke pas nga shoqëria, rreti, familjarët e tu që ndoshta i kanë lexu gjitha këto shkrime dhe çfarë komente ke pas? Përpara se sa t'i botoja më është dashur t'i ndaj me miqtë të mi, me njerëz të mi, sigurisht edhe me familjar. Derisa mora hapin final që ky libër të shkojë drejt botimit, normal jam shtyr edhe nga dëshira për të patur një botim me tregime, por edhe nga dëshira e miqve të mi që këto botime të bëheshin një libër, ndoshta nëse nuk do të ishin botuar vitin e kaluar, mund të mos ishin botuar më kurrë, sepse ne rritemi, kemi tendenca të shkëputemi nga gjithçka kemi patur më përpara, dhe ke një proces të gjatë me veten, si të thuash sa herë ti e lexon diçka, procesi i shkrimit e ka një problem, po them. Sa herë që ti e lexon një punë tënde, do ketë gjëra pafund për tu përmirësuar. Dhe erdhi një moment që thash, unë këtë libër ose do ta botoj me gjitha të mirat dhe jo të mirat që ka, sepse ky proces ty ta vonon derisa thua a duhet apo jo ta botoj. Dhe procesi i rishkrimit mbaroi, procesi i ripunimit mbaroi, procesi i redaktimit mbaroi dhe thash, okay, mendoj që duhet të jetë edhe për të tjerët. Ndoshta jo për të thënë dikujt që shiko se unë kam bërë një libër apo unë di të shkruaj, por ndoshta për të motivuar ata që do ta lexojnë, ndoshta për të dhënë një mesazh tek çdo kush që mund ta ketë atë libër një ditë në bibliotekën e tij. Tani, vdekja e kukullës, nëse guxoj të pyes, lidhet me diçka personale tëndën, apo është thjesht me këtë fenomenin e cila gati se çdo grua, çdo vajzë e ka lënë, qysh e the edhe ti. Prandaj edhe ti ke marrë guximin në fakt që ta botosh këtë libër, për shkak që si pasion, si dëshira jotja, ndoshta kish pas mundësinë edhe të zhdukej edhe të harrohej. Kështu që normalisht që secila e ndjen, po ka pas diçka temi më konkretisht që të ka frymëzuar ty? Thonë se një autor i mirë është 20% tek vepra e tij. Unë sigurisht nuk mund të shkëputem dhe të them unë nuk jam as pak aty, unë nuk jam si personazh aty, por jam si krijuese. Pavarësisht se vjen një moment që unë nuk e di çfarë do të ndodhë në rrjeshin e dytë, në rrjeshin e tretë apo në fund të tregimit. E nis me idenë që po shkruaj për këtë tematik, por personazhet e mi nuk pranojnë të jenë të vegjël, ata duan të rriten, do të shkëputen prej meje, si të thuash, nëse unë e orientoj në një rrugë, ata do gjejnë një shteg tjetër për të kaluar, ata shkëputen, ndahen prej meje, fitojnë një autonomi, po them, dhe zgjedhin vetë ëndrat e tyre, pasojat e tyre, si të thuash, ata nuk duan më që unë t'i mbaj për dore. Edhe tek vdekja e kukullës, unë ndoshta nuk kam dashur që kjo kukulla kushtimisht të vdes, por arriti në atë pikë që nuk kishte më një motiv për të jetuar. Simbolikisht, një kukull është një gjë e vdekur, por në kuptimin e asaj, ne kur ishim fëmijë, sidomos vajzat, çdo kush nga ne ka patur një kukull dhe ne jemi mësuar t'i trajtojmë me dashuri gjithçka që është e jona, qoftë edhe një gjë e vdekur siç është kukulla. Ne kemi biseduar me kukullën tonë, por kur jemi rritur ne nuk kemi kujtuar më ku e kemi lënë, nëse ja kemi falur dikujt apo nëse e kemi hedhur më njanë. Dhe kjo nuk ndodh vetëm me kukullën si objekt, por shpeshherë ndodh edhe me ndjesitë tona, ndodh edhe me ëndrat tona, ndodh me gjithçka që dikur na rrethonte dhe vjen një moment dhe ne shkëputemi prej tyre dhe e vetmja çfarë na kujton është nostalgjia, por në fakt jemi bërë të huaj. Kjo është pak a shumë, pavarësisht se ky është një ndër tregimet, po tregimet e tjera mund mos jenë në këtë ritëm, ama kanë njësoj fryme femërore, po. Në të gjitha tregimet duket që është dora e një vajze. Domethënë, edhe nëse ky libër nuk do kishte emrin tim, dikush tjetër që do ta lexonte, do ta kuptonte që është shkruar nga një femër. Po tash e ke menduar se si kanë me lexu djemt këtë libër? E ke menduar ndonjëherë gjatë kohës që ke shkruar ose edhe tash që ndoshta edhe ke marrë ndonjë feedback ose koment prej djemve? Mendoj që librat më të bukur, poezitë më të bukura janë shkruar gjithmonë, edhe nëse janë shkruar nga burra, janë shkruar po prapë për grua në përgjithësi. Një miku im i thotë gjithmonë që gruaja nga natyra është poezi. Dhe kur një grua shkruan poezi, është si të shkruaj poezia për poezin, pra është dy herë më femërore dhe më poetike.
Nuk e di, mendoj që është interesant këndvështrimi, qofta i femëror për të njëjtën gjë, qofta i maskullor, po pra për të njëjtën gjë. Nëse më duhet të kem një mendim si veten ose të ngjashëm me veten, unë patjetër do të pyes një shoqe. Por nëse do të më duhet të kem një mendim ndryshe nga vetja, patjetër që do të më duhet të pyes një shok. Dhe kjo është e bukura e ndërthurjes, qoftë në komunikim, qoftë në harmoni. Ne jemi krijuar si pjesë e kësaj harmonie, po them. Jemi krijuar për të plotësuar njëri tjetrin. Dhe kjo e bën shumë të bukur qenie njerëzore. Fakti që ne jemi krijuar për të plotësuar njëri tjetrin e bën pafund të bukur qenie njerëzore. Po tani ke pas komente, po besoj prej shokëve to, Po. miqve to, cilët ndoshta edhe kanë pas ndonjë kritik ose ndonjë këshill për ty. Të vetmen kritik, po them, unë ta kem patur nga familja ime në një farë mënyre, më kanë thënë që duhet të shkruash më shumë për gjëra të cilat janë të lumtura. Jo se tregimet e mia ose libri është në vetvete diçka vetëm e errët, por ka një dozë të pafajshme trishtimi, melankolie, gjë e cila mendoj se kjo e bën tërheqës. Nuk është një libër, ose të paktën me çfarë më kanë thonë miqt ose të njohur që e kanë lexuar. Nuk është një libër që ty të tërheq zvarr, që ty ta lodh shpirtin, që ty të mundon pafund dhe pastaj nuk të jep një mesazh, por mendoj që si autore nuk kam dashur të bëj rolin e edukatorit. Personazhet zgjedhin vetë fatin e tyre, shkojnë aty ku duhet të shkojnë, dhe unë ndonjëherë jam gjak ftohtë përtej kësaj pa rënë në moralizma ose në idealizma të panevojshme, pa i thonë dikujt që ti duhet të veprosh në këtë lloj mënyre apo jo, secili zgjedh rrugën e tij dhe kjo mendoj që është ajo që na bën më të këndshëm në çfarë do lloj arti. A mund të na tregosh për tregime të tjera edhe ndoshta të çfarë natyre janë këto të tjerat? Ka një shumëllojshmëri, nuk e di, ndoshta do veçoja Gruaja dhe lumi, është tregimi i parë, kur është shkruar fillimisht është shkruar si një ironi për veten, po them, por pastaj vendosa ta botoj, vendosa të jetë pjesë e librit. Është shkruar si një ironi për veten, për faktin që personazhi kryesor është një grua e cila në pamundësi për të patur një marrëdhënie ideale me partnerin e saj, krijon një dashuri platonike me një kafkë. Këtë kafkën e merr nga lumi dhe e çon në shtëpi. Midis tyre krijohet një komunikim, ajo fillon të beson që Kafka është burri ideal që nuk e ka njohur kurrë, i vendos një emër, i blen rroba. Domethënë ky është një tregim atipik absurdi, por aty mendoj që ka një pjesë femërore dhe të këndshme, por edhe krenarinë e një gruaje që këtë burrin e saj ideal që e ka menduar dikur, nuk vendos ta tradhtoj me një mashkull tjetër dhe të krijojë një marrëdhënie siç mund të krijojë çdo grua me një person të gjallë, por vendos të krijojë një tradhti, po them, intelektuale, psikologjike me një kafkë, duke imagjinuar burrin perfekt që s'e ka njohur deri atë ditë. Ky është një ndër tregimet të cilin unë e dua pak më shumë se të tjerët, po them. Rrobat në balkonin përballë, po prapë është njëri nga tregimet që edhe aty flitet për jetën e misterioze të një gruaje e cila ka kaluar të 60-tat, por që mbart të gjitha të feminitetin që një grua e bukur dhe një grua e zgjuar nuk e humbet kurrë. Pra, po të nisësh nga fillimi deri në fund, personazhet kryesore janë gjithmonë gra sepse ne jemi të prirura që botën ta shohim përmes syve taj, përmes syve tan. Jo se unë nuk do doja të dija se si është të shohësh botën nga sytë e një burri, por praktikisht është diçka që ne nuk e bëjmë dot aq mirë. Do krijonim thjesht një shembull, por nuk do krijonim diçka reale, domethënë do ishte pak më e pabesueshme. A i shkruan shpesh vetes, Liza? Shumë rrallë. Edhe a ka shkrime që normalisht nuk i ke në mendje që ti botosh? Kam patur vetëm një tregim shumë e bukur kjo pyetja, më pëlqen ideja që e mendove në këtë lloj forme. Kam patur vetëm një tregim të cilin ishte diçka që ndoshta më identifikonte mua. Dhe ndjeva që ishte shumë intim dhe shumë personal për t'u ndarë me lexuesin. Unë nuk mund të nxjerr tek lexuesi një tregim që është i imi, është një eksperiencë e imja ose është një përvojë e imja dhe ta nxjerr si letërsi. Sado që aty mund të ketë tipare letrare, sado që aty mund t'i përkiste secilit, por e quajta të panevojshme që një tregim i cili lidhe me mua direkte,
ta nxirja si letërsi. Dhe atë tregimin e kam hequr fare, nuk e kam botuar. Domethënë të gjitha tregimet e tjera, njërin më shumë, tjetrin më pak, sigurisht nga përvojat tona, mund të jem frymëzuar edhe nga një person i panjohur, edhe nga ndonjë grua e bukur që mund të kem parë në kafene. Por po them janë më larg meje, nuk janë kaq shpirtërore në kuptimin e asaj që të identifikohet me mua. Mund të lexoj një tregim që është i imi, por ndoshta nuk është as pak e nevojshme që patjetër ta lidhin me imazhin tim, po them. Lizane, nisëm të flasim pak për fëmijërinë tënde dhe normalisht edhe kjo ka të bëjë shumë me shkrimet e tua sot, ndoshta. Sa shpesh të frymëzon edhe si je me nostalgji? E ndjen shpesh herë nostalgjinë si fëmijë? Fëmijëria është pasuria, po them, ose bagazhi më i madh i gjithçkaje që ne bëhemi më vonë. Që fëmijë arrim të kuptojmë ku duam të shkojmë. Nëse netet e mia që vajzë vogël kanë qenë me libra, ndoshta kam dashur të harxoj para për rroba ose për gjëra të tjera minimaliste siç mund të kërkojnë fëmijët, po gjithmonë kam dashur të kem libra, po them më shumë, ose ato bloqet ku shënoja, ku shkruaja dikur, doja të ishin të dizenjuar bukur. Pra, unë i ruaj, i kam edhe ato poezit që kam shkruar kur kam qenë fëmijë, edhe ato tregimet e vogla që unë kam shkruar kur kam qenë adoleshente, edhe ato ditare që ne i mbanim kur ishim në gjimnaz, më krijon një ndjesi shumë të mirë, dhe ndoshta ka qenë një ndër arsyet që fillon dhe rritesh, e fillon tek një gjë e vogël dhe pastaj rritesh, por tek fëmijëria, kudo që të shkosh, ngado që të vësh, është një rrugë që ti do kthehesh gjithmonë. Pra, me fëmijërinë jemi shumë të lidhur, edhe me mënyrën se si jemi edukuar, edhe me dashurinë që kemi marrë dhe kemi dhënë kur kemi qenë të vegjël, është të pashmangshme, në të gjitha kohrat do kemi një gjë të bukur që na lidh me fëmijërinë. Po studimet, si i kujton? Në fakt, unë kam studiuar, fakultetin e parë kam studiuar histori dhe master arkivistik. Historia duket sikur është shumë larg me letërsinë, por në të vërtetë nuk është fare larg, dhe mendoj që më ka ndihmuar të shoh gjërat më me gjakftotësi, të shoh gjërat në një formë më objektive, dhe ti vendos ato edhe në tregimet e mia. Tregimet e mia kanë histori brenda. Është një tregim Muri i Turpit, i cili i referohet Murit të Berlinit, në momentin kur Gjermania humbet në luftën e dytë botërore dhe aty krijohet Muri i Berlinit. Po ta marrësh çablon duket sikur është një histori lufte, por nuk është një histori lufte, është një histori dashurie e ngritur në gërmadat e një lufte. Dhe aty komunikimi me palltot, komunikimi me objektet, dëshira për të jetuar, ndonjëherë arsye që ata nuk e kishin për të jetuar, krijon një personazh shumë kompleks, dhe krijon po prap një grua shumë komplekse, e cila mundohet të jetojë jetën e saj në një mënyrë të pazakontë. Pra historinë, studimet që kam mbaruar për histori më kanë ndihmuar edhe në pjesën e letërsisë, po them. Për shkak të kohës, a mund ta bëjmë një krahasim qysh ti e shën ndoshta pjesën e studimeve në Shqipëri edhe këto në Kosovë? Duhet të flasim edhe ta diskutojmë edhe pjesën që ndoshta je larg me gjëve to, familjarëve to, edhe veç pjesa që ti ke ndru lokacion, ndoshta edhe është një farë ngarkesë për ty. Qysh ka qenë? Çfarë dallime mund të bëjmë? Në momentin që më udesh të ndaja mendjen që po bëj një fakultet të dytë, isha pak në mendyshje. Jo për faktin pse po lëvizja nga Tirana në Prishtinë, tek e fundit njësoj është kudo ku flitet gjuha ime, kudo ku është energjia e njerëzve që flasin shqip për mua është njësoj. Por vetëm ideja që do duhet të merra përsipër të bëja një fakultet të dytë, ndoshta ishte një angazhim, por momentalisht po them më shijon, kam bërë shumë mirë që kam ardhur. Kam krijuar miqësi, fakulteti është shumë i këndshëm, ka një frymë bashkëpunimi, profesorë dhe profesoresha gjithashtu. Nga ana profesionale, po them, jam duke marrë më të mirën, dhe besoj që kur të kem mbyllur këtë fakultet, do kem më shumë mundësi për të ndërthurur historinë, letërsinë, me pjesën e filmit dhe të teatrit. Tani do të kthehesh prapë në Shqipëri, po besoj, pas studimeve. Nuk është se kam planifikuar diçka që nëse duhet të qëndroj, por familjen time e kam atje. Le të shoh, ndoshta do jetë jeta ime midis Prishtinës dhe Tiranës, dhe edhe nëse do ishte kështu, do ishte krejtë në rregull. Po, Prishtina është frymëzuese për ty si autore, si shkrimtare, t'jep
djesit jep arsye për të shkruar shpesh herë Prishtina, sepse shumë autore cilësojnë të tillë. Prishtina ka një energji të mirë. Njerëzit janë të ngrohtë. Pavarësisht se Tirana si qytet është më i ngrohtë në kuptimin e klimës, temperaturave, ama Prishtina ka njerëz të ngrohtë dhe po, mendoj që këto vitet e cilat do jem këtu, mendoj se do bëj shumë gjëra të bukura. Edhe për të shkruar, po edhe mënyrën se si është krijuar miqësia, mënyrën se si funksionon fakulteti, profesionalizmi, bashkëpunimi nga ana profesorëve, është një gjë që mua më ka dhënë një rehati. Dhe une, kur shkoj në Tiranë dhe kalon një muaj që s'kam ardhur këtu, ndjej një mungesë, që të jem realiste më merr malli. Prandaj po them, ndoshta e ardhmja do jetë midis Prishtinës dhe Tiranës. Ndërsa këto shkrime që i ke, edhe këto të publikuarat, po edhe këto jo, ke menduar me i kthy në dramë, ke menduar me bashkëpunu ndoshta edhe me profesor, edhe jo ndoshta vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipëri, pa dyshim, edhe thjesht me i realizu. Sepse kjo ka qenë fakt edhe si dëshire jotja. Kjo mendoj ka qenë një ndër arsyet kryesore pse unë kam ardhur këtu, duke qenë se shkrimtarët janë pak nga natyra introvert, po them, kanë nevojë për një liri të pakufishme, kanë nevojë edhe për një vetmi, por në momentin që shkruan dhe e lënë në formatin e librit, mund të shkojë tek një target i caktuar individesh, tek personat të cilët lexojnë libra. Por filmi ose drama ka një qasje më të madhe. Ka njerëz që shkojnë në teatr për ta marrë produktin më të gatshëm se sa të futen dhe të lexojnë një libër. E njëjta gjë ndodh edhe me filmin. Ata që shkruajnë për filma kanë një qasje edhe në mënyrë vizuale, pavarësisht se unë mendoj që librin nuk do të ma zëvendësonte kurrë asgjë, për faktin që në momentin që ne shkruajmë, ne nuk shkruajmë më për vete, në momentin që publikohet, çdo kush e mendon si një libër të tij, në kuptimin që gjatë kohës kur ti e duke e lexuar, ti krijon një imagjinat. Ndërsa tek pjesa e filmit, si të thuash, ti ja jep të gatshme. E ke vizualizuar çdo personazh, çdo ndjesi, çdo veprim. Ndërsa në libër, ti të funksionon pak imagjinata më shumë se sa në film. Por gjithsesi, është shumë interesante që tregimet të bëshin drama ose të bëshin filma, kjo është një ndër qëllimet e mia. Ndërsa për Lizën, cilat janë planet, ndoshta këto më të afërta që i ke dhe çka ke menduar me sjell tash, është në përpunim një libër i tretë? Mua më duhen shumë vite për të bërë një libër. Libri parë, do më thënë, ky libër i fundit që është me tregime, është shkruar nga tregimi më i hershëm është shkruar në 2018 dhe tregimi më i vonë është shkruar në 2025. Po them duke qenë se po studioj për dramaturgji dhe aktualisht jam në rrjedhat e dramës, mendoj që vepra ime e ardhshme do jetë me drama. Dhe uroj, do më thënë, të jetë me drama. Ndoshta mbas 2 vitesh, 3 vitesh, nuk e di kur do të jetë, por që një libër me drama do të jetë. Nga biseda që patëm, një pjesë e madhe e bisedës tonë ishte për gratë, ishte për vajzat. Liza, krit për fund, ke ndonjë mesazh për ndoshta vajzat e reja kryesisht, sepse ato ndoshta po na shikojnë edhe mundesh me qenë një shembull shumë i mirë i një vajze, një gruaje që ndjek ëndrat e saj dhe nuk është dorëzuar asnjëherë. Po, do të thoja diçka, është më shumë rëndësi të dim dhe të identifikojmë atë çfarë ne duam. Është një fazë adoleshencë nga mosha 14, po them deri 18 vjeç, kur ti je përpara se sa të fillosh universitetin dhe nuk e di ku janë prirjet e tua. Nuk e di ku ndihesh ti më rehat. Dhe kjo është e rëndësishme jo vetëm për vajzat, edhe për nonat e tyre që të zbulojnë ku ndihet fëmia i tyre, më mirë dhe të vazhdojnë të bëjnë më të mirën për ëndrat, për dëshirat. Të jesh vajzë është shumë bukur, të jesh grua është një gjë shumë e bukur, mendoj se Zoti na ka dhënë një forcë shumë të madhe për të ecur, për të dashuruar, për të dhënë. Është një koncept të cilin ne kemi ndonjëherë edhe për lumturinë, edhe për dashurinë, po jeta është shumë e bukur nëse ne arrim të marrim më të mirën, dhe ne më të mirën arrim të marrim dhe të japim atëherë kur e njohim vetëm mjaftueshëm. Si të thuash, procesi i njohjes është gjatë gjithë jetës, është një proces që ndoshta nuk mbaron kurrë, por faza më delikate e adoleshencës
është që ne të dim çfarë duam të bëjmë me ëndrat dhe me dëshirat tona. Nëse ne arrim të identifikojmë se çfarë duam të bëjmë me ëndrat dhe me dëshirat tona, atëherë pjesa tjetër e punës do jetë shumë më e thjeshtë. Asnjë gjë nuk është e paarritshme, kështu që do doja që çdo vajzë, çdo grua dhe çdo njeri të luftojë më të mirën. Lisa, faleminderit për gjitha këto fjalë shumë të bukura, ishte shumë kënaqësi, edhe të presim prapë padyshim këtë studio. Faleminderit juve, e vlerësoj. Ishte një bisedë e këndshme, jam lumtur që mora dhe dash një energji shumë të mirë. Faleminderit edhe një herë. Shikues dashur, tani është koha për një tjetër material, do të ndjekim një histori kësaj radhe jo të një gruaje shqiptare.